Përshëndetje. Unë jam Sabri Fejzullahu, ndoshta shumica nga ju më njohin, sepse jam këngëtar dhe kam kënduar shumë këngë, bilez edhe prindërit tuaj dhe gjyshirit tuaj më kanë dëgjuar dhe më dëgjojnë akoma. Por e dini nga e marrë frymëzimin? Nga libri dhe sot jam shumë i emocionuar dhe i entuziazmuar që kam ardhur në degën e bibliotekës Hifzi Sulejmani në Hajvali për t'i ndarë disa qaste me ju së bashku. Ky libër, që do t'ua lexoj tregimin, juve, që ju dua shumë, quhet Ferma e gjyshit. Ta ndëgjojmë. Gjyshi i Blasit ka një fermë me lop, me pula, me plumba dhe një gomar shumë simpatik, shumë. Shikoni me sa shumë ngjyra e ka vizatuar Blasi fermën e gjyshit. Shikoni, çfarë kënaqësie. Blasit i pëlqen t'u jap drith pulave. Tuk, i thret ato, dhe ato me njëherë vinë me vrap, duke kakarisur, si pula. Por, Gjeli duket se është gjithnjë i zemruar. Nuk e di pse. Lopa e preferuara e Blasit është Vita. Ajo është e bardhë si qumshti dhe ka disa njolla të zeza e shkëlqyese në trup. Kur Vita tund bishtin, mizat dalin duke fluturuar. Pup, ato. Pinqo. Pinqo është gomari. Është i qetë dhe shumë i mirë, po edhe pak i vjetër. Që t'i bëjmë. Ai e shetit Blasin, e shetit në përferm, a që nga dalë, sa që gjyshi thot, për sot, mjaft se ndryshe gomari lodhët, nuk bën. Në fermën e gjyshit, ka edhe lepuj, po, shumë të lezetshëm, shumë. Sa qef është i përgdhelës ata, e tua kruash veshkët. Kanë dëshirë dhe ata tua kruash veshkët. Blastit i pëlqejnë shumë kuajt e gjyshit, po mendoj. Nëse është mot i mirë, ata kullosin e shetisin në për livadh. Por, kur është kohë e keqe, qëndrojnë në stallë. Kur Blasi dhe gjyshi mbarojnë së ngrëni, mbledhin çka ka tepruar dhe u aqojnë derave. Atyre u pëlqejnë shumë patatet e mbetura dhe karrotat. Shumë i duan patatet dhe karrotat. Në fermë është edhe një koshere për bletët, sa mirë. Kur gjyshi e mbledh mjaltin, vishet mirë, që të mos e pickojnë bletët, se bletët pickojnë, nëse i gërget, nëse i nguc. Dhe Blasi shpërthem në të qeshura. A dini pse, sepse gjyshi kur i vesh rrobat, duket si astronaut, kaq. Vazhdojmë tutje. Kur bie shi, Blasit i pëlqen të qëndrojmë brenda, me gjyshin së bashku, për të ndëtuar një shtëpiz të vockël për zogjët që pastaj e varin në pemë, jashtë në obor. Ndonjëherë, Blasi e shoqëron gjyshin në kopsht, gërmon pakës në dhe, fut disa fara dhe pastaj këput barërat e këshia, sepse ato nuk i lën pastaj farat të zhvillohen. Pranë kopshtit gjendet një burim. Çdo ditë gjyshi shkon atje për të parë peshqit,
duke notuar dhe për të dëgjuar gurgullimin e ujit. Edhe Blasit i pëlqejnë të shkoj me të. Kaq është. Po ta kënaqësin. A nuk ishte një tregim fantastik? E dua shumë këtë tregim, sepse i kam dashur shumë gjyshrit e mi. Dhe sot i dua shumë nipërit, mbesat e mia. Më pëlqen shumë të jem gjysh. Dhe kur mendoj për këtë tregim, mendoj sa e mrekullueshme është të jesh pranë familjes, është e shejt, të ndihmosh njëri tjetrin. A mund të kujtoni ndonjë moment kur keni qeshur shumë me gjyshin apo me gjyshin? Pas ndonjë kështu shakaje të mirë. E kam unë një shaka për ju. Pse u ul gjyshi mbi orë? Ma thuani, sepse donte të ishte në kohë. Po? UNICEF në bazë të studimeve na tregon se leximi, veçanërisht me gjyshrit, jo vetëm që mbështet lidhjet emocionale, ndjenjat e sigurisë dhe vetbesimit, por gjithashtu mundëson mësimin ndërbrezor të vlerave, traditave dhe të kulturës familjare. Shpresoj ta mbani në mend ferma e gjyshit dhe ju lutem shumë, mos ndaloni se lexuari. Lexoni, vazhdoni të lexoni, sepse çdo libër ka diçka që t'ju bëj zemrën të buzëqesh. Ju dua shumë.